Bashkë me prezantimin e projektit ka nisur dhe punimet për stadiumin e ri të Shkodrës. Do të jetë shtëpia e dytë e kombëtares Kuqezi dhe atje ku me shumë gjaz do të zhvillohet dhe ndeshja e kthimit me kombëtaren serbe. Të rast nuk ka lënë pa e theksuar edhe kryeministri Rama. Është vend i duhur për çuar një hap të rëndësishëm më tutje rrugën e rilindjes së sportit. Qeveria jonë është shumë e vendosur që të bëjë për sportin aq sa nuk është bërë në 20 vite të marrës bashku. Janë investime që kanë një vlerë shumë të madhe që shkon përtej asaj që marrin mbrapsht në kuptimin e parave. Dhe jam i bindur që do të rindërtojmë Loro Boriçin në Shkodër dhe aty do t'i mikpresim komshit për të bërë ndeshjen e kthimit. Mbas stadiumit të Shkodrës, objektivin tjetër kemi stadiumin kombëtar. Dhe si për t'i shkuar më përshtat humorit shkodran, Rama nuk ushqeu as batutat. Jam gati të bëj garë me presidentin e Federatës kur kanë ngrënë më shumë të çara, se presidenti ka ngrënë tribunën VIP të Shkodrës, unë i kam ngrënë nga të katër anët dhe përfitojmë tani se ç'të shara po ha në këtë moment në Vlorë, ku po shikojnë se stadiumi po bëhet në Shkodër. Shkodra e meritonte këtë stadium në nderim të emrit që mban stadiumi, asgjë për të ruajtur memorien e jashtëzakonshme të një historie të futbollit që faktikisht siç e ka futbolli në tërësi origjinën në Angli, futbolli shqiptar e ka origjinën në Shkodër. Kryeministri tha se stadiumi i ri sipas standardeve më të mira ndërkombëtare dhe ato të UEFA-s nuk do të jetë vetëm në funksion të futbollit, por do të shërbejë dhe si një qendër e madhe rekreative. Sipas projektit, stadiumi i ri do të mirëpres 17.000 tifozë. Dhe re e sportit shkodran.